Mbani një hudhër në gojë për 30 minuta dhe do habiteni nga rezultati. Mund të tingëllojë e çuditshme dhe qesharake, por nëse mbani një hudhër në gojë për 30 minuta, ju mund t'i bëni mirë shëndetit tuaj. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga ky përdorim i hudhrës sipas Healthline. Hudhra është përdorur si një ilaç për të parandaluar dhe kuruar një sër problemesh dhe sëmundjesh të organizmit në mjekësinë moderne. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Karafili i freskët ose suplementi i bërë nga hudhra merret shumë edhe në lidhje me problemet që i kanosen shëndetit, duke lehtësuar problemet e tij dhe duke siguruar kështu një mirëqenie më të mirë të organizmit në mënyrë të përgjithshme. Gjithashtu, këto kushte përfshin presionin e lartë, kolesterolin e keq, sëmundjet koronare të zemrës, atakun në zemër, arteriosklerozën. Shkenca mbështet përdorimin e hudhrës në disa nga këto rastet. Hudhra me të vërtet mund të jetë efektive në ngadalësimin dhe zhvillimin e arteriosklerozës dhe duket se është në gjendje të ulë presionin e gjakut në nivele normale. Disa njerëz e përdorin hudhrën për të parandaluar problemet e zorës së trashë, gjithashtu të stomakut, gjirit, prostatës dhe mushkërive. Hudhra përmban edhe të quajturën alicin, një substancë që jep hudhrës efektet e saj shëruese. Është gjithashtu një substancë që jep aromën e veçantë të hudhrës. Disa produkte të hudhrës janë në paer duke e lënë atë edhe që të konsumohet në forma të ndryshme. Hudhra është një erëzë mrekullueshme që shton aromë, shije dhe lëndë ushqyese në gatimet tuaja. Shumë prej nesh e përdorin hudhrën e coptëzuar ose të grirë në ushqimet e përditshme dhe përfitimet prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Të tjerët madje e përdorin hudhrën edhe si karamele. Kjo praktikë filloi për herë të parë në Kinë, ku kinezët e mbanin hudhrën në gojë për të paktën 30 minuta. Ata e praktikonin këtë metodë her pas here në mëngjes dhe rezultatet që merrnin ishin vërtet mbreslënse. Trupi merr të gjitha lëndët ushqyese të shëndetshme të lëshuara në përshtym dhe pastron enët e gjakut. Pas 30 minutash, përthithet hudhra. Lani dhëmbët dhe nëse keni erë të keqe të gojës nga hudhra, përtypni kokrat e kafes ose gjethet e majdanozit. Përdorimi i hudhrës si karamele gëzon shumë përfitime në trup, në detoksifikimin e tij, promovon shëndetin e veshkave, pastron lëkurën dhe vepron si një përforcues i sistemit imunitar. Vepron në mënyrë efektive kundër bronkitit, kontrollon oreksin, kollën kronike dhe ndihmon në largimin e gurve në veshka. Nëse jeni duke përjetuar ndonjë problem që përmendëm më sipër, atëherë ky është një trajtim i mirë për ju dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënse. Hudhra është një erëzë mjaft me përfitime për organizmin. Ajo është cilësuar nga ekspertët si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i japë shumë vlera shëndetit. Hudhra është një nga bimët më të vjetra që gjen pothuajse përdorim në çdo gatim. Është e shkëlqyer jo vetëm për gatimin, por edhe për shëndetin e përgjithshëm. Vetitë e saj shëruese janë vërtet të paçmueshme. Në të kaluarën, hudhra është përdorur si një ilaç për ftohjen dhe për gripin, për të zvogëluar riskun e diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Në këtë video do të rendisim përfitimet e jashtëzakonshme shëndetësore që do të merrni nga konsumi i hudhrës. Hudhra ka vlera të larta ushqyese. Hudhra është veçanërisht e pasur edhe me nivele të larta të vitaminës C, vitaminës B6 dhe kaliumit. Përveç kësaj, ajo përmban vitaminën A, K, acidin folik dhe shumë minerale, hekur, fosfor, zink dhe selen. Një thelb i hudhër përmban rreth 4.5 kalori, 0.2 gram yndyrna dhe 1 gram gjithashtu karbohidrate, duke i siguruar asaj një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Hudhra ndihmon edhe në nivelet e sheqerit në gjak. Hudhra mund të ndihmojë diabetikët të kontrollojnë nivelet e sheqerit në gjakun e tyre, sepse përmban gjithashtu nivele të mira të manganit, dhe një i rritur duhet të konsumojë 2.5 deri në 5 mg mangan në ditë. Kriprat e manganit gjithashtu karakterizohen edhe me element domethënës të sqafurit në sasinë e sheqerit në gjak.
Hudhra përmban komponent të sqafurit shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilët japin gjithashtu asaj edhe aromën, shijen dhe vetit kuruese. Ato kanë efekte të forta biologjike që bien në kontakt me molekulat e caktuara. Hudhra do të ndihmojë gjithashtu në uljen e kolesterolit të keq. Hudhra dhe përbërësit e saj organosulfurik ulin nivelin e kolesterolit në mëlçi duke bllokuar një enzim kyçe për sintezën e kolagjenit. Hudhra zvogëlon riskun e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet kanë treguar se hudhra dhe përbërësit e saj ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Siç e përmendëm tashmë, hudhra ndihmon gjithashtu në uljen e kolesterolit të keq. Në të dyja rastet, risku i sëmundjeve kardiovaskulare. Hudhra ka efekte të mira antiinflamatore. Inflamacioni është përgjigja natyrale e trupit ndaj lëndimit ose infeksioneve, kështu që ajo luan një rol kyç në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rrit riskun e shumës sëmundjeve, duke përfshirë diabetin, sëmundjet kardiovaskulare dhe disa lloje të inflamacioneve. Studimet kanë treguar se hudhra redukton shfaqjen e molekulave inflamatore. Ajo ka efekte të dobishme në traktin gastrointestinal. Hudhra përmirëson funksionet e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe probiotike. Probiotikët janë lëndët ushqyese thelbësor që gjenden në zorrën e shëndetshme dhe rrisin bakteriet e dobishme për trupin. Hudhra vepron gjithashtu kundër parazitëve të zorrëve dhe përshpejton tretjen. Ajo zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të Alzheimerit. Studimet kanë treguar se hudhra promovon shëndetin njohës të moshuarit dhe ulë riskun e disa inflamacioneve siç është çmenduria. Hudhra është e njohur për efektet e saj parandaluese ndaj ndryshimeve arteriosklerotike. Hudhra vepron kundër bakterieve. Gjithashtu ajo është mjaft e dobishme për sistemin tuaj imunitar. Hudhra ka veti antivirale dhe mund të ndihmojë kundër ftohjes, lehtëson kollën dhe ndihmon në bronkitin kronik. Hudhra ndihmon gjithashtu edhe kundër problemeve inflamatore që shkaktojnë radikalet e lira. Hudhra pengon enzimat e fazës së parë që formojnë metabolizmin e dëmshëm dhe aktivizojnë enzimat e fazës së dytë që gjuajnë dhe largojnë metabolizmat e dëmshëm. Përbërësit në hudhër gjithashtu kanë efekte mjaft të mira antiinflamatore. Hudhra ka efekte antioksiduese të fuqishme. Hudhra përmban antioksidant, substanca që mbrojnë trupin nga oksidimi i dëmshëm dhe zakonisht këto janë radikalet e lira. Radikalet e lira shkatërrojnë qelizat e shëndetshme dhe i kthejnë ato në të dëmshme. I kthejnë kolesterolin e dobishëm në të dëmshëm. Ndaj detyra e hudhrës është që t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij shëndetësore. Shtojeni hudhrën në dietën tuaj dhe do të merrni gjithashtu përfitime të duhura për vlerat e shëndetit. Hudhra do të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nëse keni presion të lartë të gjakut, shtoni një thelpi hudhër në dietën tuaj. Hudhra ka efekte pozitive në zemër dhe nenën të gjakut. Hudhra do të ulë presionin e gjakut me 8%. Por nëse merrni medikamente kundër presionit të lartë, atëherë dhe nëse doni të konsumoni hudhrën, duhet të konsultoheni me mjekun për të bërë një përzgjedhje të duhur ushqyese. Hudhra do të pengojë gjithashtu pickimin nga mushkonjat. Mushkonjat e ndjejnë aromën e hudhrës. Nëse ju e lyeni lëkurën tuaj me hudhër, atëherë mushkonjat nuk do t'i afrohen për t'ju pickuar. Hudhra e mban edhe lëkurën më të shëndetshme. Hudhra përmban shumë antioksidant të cilët kanë funksione antiinflamatore. Plus hudhra gjithashtu ka veti antibakteriale që do të thotë se funksionon si detoksifikues dhe shërues. Kjo është një arsye pse duhet t'i lyeni puçrat me lëngun që lëshon hudhra. Hudhra përmirëson gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Hudhra është e mirë për sistemin imunitar. Studimet nga Universiteti i Mjekësisë në Maryland zbulon se nëse hani të paktën një thelpi hudhër për 12 javë, do të përmirësoni ftohjen me 63%. Hudhra gjithashtu është një produkt fantastik kundër rënies së tepërt të flokëve. Nëse keni flokë që ju bien vazhdimisht, hudhra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu vërtet fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.